Prova me distancierin Compass Long Range Max, një distancier i cili ka maksimalisht 3000 metra largësi dhe 10 metra thellësi, ka 10 programe të ndryshme për metale të ndryshme. Tani do ta vendosim në sinjalin e floririt. Distancieri fillon punimin e tij me frekuenca dhe në anën e majt kemi flori, diku te 50 gram, gjithashtu dhe në anën e djathtë kemi hekur të ndryshkur, po të ndryshkur nuk ka ku vetëm mo. Tani i largohemi pak. Fillimisht isha mbajmë distancierin me drejtim nga toka dhe më pas se ngrejmë që të masim ku kemi sinjal. Presim derisa distancieri të marrë orientim mbi metalin që ai po kërkon. Po t'i shkojmë sipër sinjalit të floririt, distancieri fillon dhe rrotullohet. Tashmë siç thamë kemi vendosur vetëm në sinjalin e floririt. Nëse tani mund t'i shkojmë mbi hekurin e ndryshkur, presim derisa distancieri të qëndrojë. Ban drejtimin vetëm ku ka sinjal të floririt. Siç thamë, e kemi vendosur distancierin vetëm në programin e floririt. Për gjithë që interesuar, ju mi presim në qan.